Diku në Tetov, në vitin 1985, erdhi një djalë i vetëm i familjes. Një djalë që do të ndriçonte skenën shqiptare me zërin dhe shpirtin e tij. Ai ishte Shpat Kasapi, një emër që shumë shpejt u bë pjesë e kujtimeve tona më të ndjera. Karriera e tij muzikore nisi herët. Në moshën 13 vjeçare, ai fitoi çmimin e parë dhe hapi portën e një rruge që do ta çonte drejt zemrave të mira njerëzve. Me kalimin e viteve, Shpati u bë një nga emrat më të njohur të skenës shqiptare. Me stilin e tij unik, me këngët që u kthyen në hite, ai solli muzikë që u përhap shpejt që vazhdon të dëgjohet edhe sot. Por jeta, me gjithë bukurinë e saj, vjen edhe me dhimbjen që nuk ta tregon kurrë më parë. Dhe një ditë të ftohët, zemra e Shpat Kasapit, ajo zemër që rrite fort për muzikën, familjen dhe ëndrat, u ndal papritur. Një arrest kardiak në orët e para të mëngjesit bëri që jeta e tij të shuhej, duke lënë pas një poshllëk që askush s'mund ta mbush. Shpati la pas prindërit e tij dhe djalin e tij 3 vjeçar, i cili kohët e fundit jetonte me ish bashkëshortën e Shpatit Selvian pas vendimit të çiftit për të dhënë fund martesës. Pak javë më vonë, publiku do ta kishte mundësinë ta shihte Shpatin edhe në Big Brother VIP Albania. Ai ishte i përzgjedhur i produksionit, një artist që do të ndajë me audiencën 24 orë në 24, një njeri i sinqert, i thjeshtë dhe i dashur, një figurë që do të sillte dritë në ekran. Por koha nuk ja dha mundësinë. Ai u largua shumë shpejt. Shumë më shpejt se sa muzika, familja dhe publiku i tij ishin gati talente të ekte. Megjithatë, Shpat Kasapi nuk u shua, sepse zërat që vijnë nga shpirti nuk harrohen kurrë.